wait. Yeah. So what is this? The sea? Yeah. Look. But I want that they watch me. Yeah. Look here. This. Okay. This button. Okay. 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 Thank you very much. You're welcome. Can you put your bottle behind? Yeah. Ej, si jeni more? Nuk e di a dëgjohem. Po. Shiko, po përpiqem bëj në një bisedë vogël. Kam qenë në Green Coast të ditë. Isha e ftuar për një lexim. Nuk e di a dëgjohem. Dëgjohem vetëm kaq që më shkruani, dëgjohem apo jo? Po. Okej, po I vejmë syzat se pa make-up, të lodh nga kjo verë të mërshme. Duke punuar dhe pak për reklam, se për të bërë një këngë ose një videoklip duhen një çantë me lekë o vlla. Kuptoni dhe këtë hallin e artistit. Pra, me qënë se isha atje atë nate, isha bashkë me Rita Petron edhe do me thënë I bje parë mbrëm. Ishim në Green Coast, diskutuam rreth poezisë dhe evolucionit edhe recituam një çikë. Mirë po, në thelb gjithë çfarë kaluam aty si procedurë mendimi, nuk është gjë tjetër veç se zhvillimi I perceptimit. Ajo që pastaj më bëri përshtypje ishte se dje duke folur me Ir, më tha për dikë që ky person tha vetëm konsumon, nuk prezanton. Edhe dolëm tek ideja që t'jetosh mirë, duhet jo vetëm të konsumosh ide, të konsumosh të mira materiale, por duhet edhe të kesh fuqinë e riprezentimit, që ta nxjerrësh botën tënde nga bota jote që e ke brenda, ta nxjerrësh jashtë, ta bësh të pjesë të tjerëve. Edhe duke ecur në këtë arsyetim, unë desha të bëj një rrugtim të vogël tek mënyra e ndryshimit të perceptimit tim personal, që duket qartë në poezi, po që nuk duhet jetë vetëm besoj pjesë e poezisë, po është dhe pjesë e vetë jetës sime. Atëherë le ta fillojmë nga fillimet e fillimit, kur unë bëja poezi dashurie dhe kur ndjenjat e mia ishin të pa interferuara nga mënyra se si e shikon botën. Edhe do thoni ju, po si ka mundësi se ti nga kjo botë u krijove, si mund të kishe ti ndjenja të pa interferuara, do me thënë në prezantim. Po kur ti nuk di shumë, megjithëse unë kisha studiuar, po studime nxënësi, pra kur isha në gjimnaz, kur isha në vit parë fakultet, që bëja poezitë e dashurisë, ato sa do të interferuara që ti ishin mendimet e mia nga mënyra se si markohet bota, nuk ishin dhe aq thellësisht të ndikuara. Këto lloj ndjenjash quhen ndryshe firstness, të parat, ndjenjat e para që janë pra shprehje poetike të pandërmjetëzuara. Mirë, po botën e pandërmjetëzuar, mund ta kemi përjetuar gjithë. Dhe në thelbin tonë më të thellë ne kemi një botë që është shumë e virgjër gjithmonë. Një botë që e kemi ndoshta dhe të pandërmjetëzuar, një botë sekrete, një botë intime, një botë që asnjëriu më I dashur nuk e di, sepse dhe po t'ja shpjegosh ai nuk e kupton, Për shembull unë këtij shokut tim nuk kam si t'ja shpjegoj dashurinë që kam për Francën, dhe është fakti që ajo më ndryshon perceptimin. Do thuash ti Moza, po pse e ka që fiksuar mas perceptimit o Zot? Po sepse perceptimi sjell reagimin, sjell prezantimin, sjell ndihimin. Edhe po ta shikosh, jeta nuk është gjë tjetër veç se puna në shpirt. Aspekti material, që duket shumë I fuqishëm, duhet jetë metafora e shpirtit, dhe nuk mund të bëhet shpirti metafore e aspektit material, se është shumë banale. Po kjo ndodh, mund të ndodh dhe mua, mund të ndodhi çdo njeriu. Kthehemi prapë ke firstness. Do t'ju recitoj një poezi që mbaj përmendësh nga Mosha e pandërmjetësuar. Na falë se jemi këtu në plazhin e Potamit. Jam ke një lokal që Ala nuk I ka rregulluar mirë gjërat brenda, më ka bujë tavolin. Faleminderit shumë.
edhe nga vënde telefonin, brapa kam një shishe me ujë që mban telefonin dhe kështu, pa rregullu fare me një buskuq, ja ku jemi. Atëherë vazhdojmë. Kohë pa të parë, kohë pa më parë, sonte ndjej frikë pa siguri në këtë dhomë. Më duket siguri e diku këtu, në të pacaktuarin drejtim, këtu në të gjitha drejtimet. Je pluri gjallë që më bie nga sytë, më derdhesh nga supet, qërpikët, flokët, kaq shumë të kam dashur, kaq shumë më ke dashur, sa s'mjaftojnë muajt dhe jetët s'mjaftojnë të çdashurojmë atë që dashurojmë. Do thoni ju, ku dallon kjo poezi nga të tjerat? Është një poezi që kap vetëm figurën e ndjenjës. Duket që dy personat nuk janë bashkë, i ka marrë malli. Fajin ajo nuk ja bë as atij, as vetes dhe as gjithë tjerëve, se shumica e mendimit njerëzor është se i kujt është faj, si në futboll kush e ka topin, absurde. Firstnis, këtë e kam mrekullin, që e pikturon pikturën pa dashur që të gjej, do me thënë, të markoj anën përgjegjëse për të. E shikon si një qenje në vetvete. Ose për shembull një poezi tjetër, mos kujtoni që më kujtojnë pik për pik, po improvizoj me aq sa mbaj mend. Asaj periudhe ka qenë njëra dale më. Më kujtohet një pasazh. Duart e tua të mira, përse rrin të mpira, dikur ato më thoshin, krejt duke më treguar, duke mi thënë të gjitha, dhe ti vetë më thoje, kaq shumë më doje, në netët e dashurisë, në netët e marrëzisë. Dy koka të varura, në supe të dërmuar, dashuri e vdekur, të vdekur të dashuruar. Këtu tani, përsëri është një pikturë shumë interesante, që tregon që janë dy të dashur, pra dy veta që duen, të cilët nuk kanë puissance, fuqinë që ta realizojnë këtë lidhje në kontinuitet, pra në vazhdimsi. Por çuditërisht autorja, që jam unë, nuk merret fare të gjej shkakun se pse ndodh kështu, kush e ka fajin dhe kush e ka gabimin. Thjesht bën po prap pikturën, realizon pikturën e ndjenjës që është pikturë e shpirtit. Pra, këto quhen ndjenjat e pandërmjetësuara. Ndjenja e pandërmjetësuar është shumë e sinqertë, është pothuajse fëminore, po ka një realizim absolut brenda. Për shembull, ju mund të më pyesni, po mirë moza, ne jemi kurioz ta dim cila ishte arsyeja e vërtetë që ju të dy ishit bashkë. Unë mund të them me plot gojën që besoj ishte biografia, se personi më donte shumë. Po tani, në vend që të merresha me këtë dhe të bëja një poezi për sistemin edhe të shaja të bëja, unë thjesht bëja këtë pikturën e shpirtit që quhet firstness. Dikush me drejt mund të thotë, moza, po ti mund të kishe bërë një poem për këtë fakt, sepse është i rëndësishëm. Po, por ajo do ishte një poem deklamative, do ishte një poem që adreson diku fajin, kur faji ka shumë horizonte, nuk është vetëm një. Ju me doni që mund t'jetë vetëm sistemi, po sistemi punon në ndër sisteme, dhe në gjitha këto ndër sisteme janë lloje dhe kategoritë njerëzore, dhe në fund kthehemi prap ke vetja dhe ke më i afërti, si sillet sa mund të mbaj, vetja sa mund të mbaj. Pra, këto kanë qenë ndjenjat e mia fillestare në poezi, firstness. Për shembull, një tjetër më kujtohet, më do të vogëlushim, për ty e vogël do të bëhem. Më do fluger vogëlushim, fluger do bëhem, që të fluturoj në kahun e tekave të tua, por unë e di kur vjen ora njerëzore, ne ngrihemi përtej cektësisë. Jemi prej mishi, gjaku e ëndrash, jemi burre grua të vërtetë, etj. etj. Pra, këto ishte cikli i parë. Çuditërisht, unë këtë cikël me poezi e kam shoqëruar dhe me vizative. Më kujtohet edhe një poezi, gravure ka titullin. Rruga me stola dhe parku, yjet të ndalur në drur, hona fiksuar në qiell si në gravur. Përse ka që gjatë kjo heshtje, e thyejmë më thua ti, dhe dorën ma merë në duar me butësi. A do ndodhi apokalipsi po të puth një herë? Nuk e besoj,
i mërmëri, po fjalët më dridhen në erë, rruga u stepe çuditur, yjet kurioz në drur, të jetë ëndër kjo natë, të jetë gravur. Pra këto poezi kisha një fletore, që tash se kam më për arsye X, edhe i kisha shoqëruar gjitha me vizatime. Nuk e di pse e kisha këtë, si fëmijët që bëjnë poezi dhe vejnë dhe vizatime. Edhe po vite më vonë lexoj nga Paul Klee. Ne nuk jemi shumë përpara si njerëzim, sepse flasim shumë dhe vizatojmë pak. Njeriu duke vizatuar me sa duket e njeh veten. Kështu që duhet të gjithë, jo vetëm të flisni, por të përpiqeni dhe të vizatoni nga pak. Atëherë ç'a ndodhi më vonë? Më vonë u fut një letërsi intensive e kohës së Frankos, që ishte kështu letërsi tendencioze, që mund të quhet edhe agresive, kundra sistemit, kundra Frankos etj. Gjithmonë në kjo lloj letërsie, domethënë si mund ta quaj, nuk do të them militante, po protagoniste, shumë protagoniste, ë? Edhe normal, sepse vendi po të futet në luftë, pastaj më tepër në një luftë civile, ju e merrni me mend vetë se çfarë mund të ndodhi dhe e gjitha kjo filloi të ndikoj në mënyrën si e perceptonim realitetin, tjetrin dhe fajin që e gjeni më tek pushteti, tek drejtimi, dhe pata disa poezi që ishin vërtet shumë tendencioze. Për shembull, një nga këto ka qenë letër Mamkës. Mamka mos ta lexoj tjetër kush këtë letër veç teje. Tirana është fare zakont me një 15 kaç në qendër me policë që ka pikë qershori të zbehur, po të them e dashur, rreziku po më fton duke qeshur etj. Nuk kam qef. Poezi tendencioze pata disa. Me njërë ndodhi ndryshimi dhe e kuptova që arti tendencioz dhe kur është i sinqert dhe është shumë i bukur, ka brenda një dozë agresiviteti dhe nuk mund të krahasohet me mrekullinë e Firstness, sepse Firstness mban një kontekst të gjatë, pothuajse eternal, ëh? Ja të themi një poezi të Pablo Nerudës që është eternale, domethënë e përjetshme, sa të ketë dashuri mes burrit dhe gruas. Sonte mund të shkruaj vargjet me rrisht të trishtueshme. Të njëjtë drur hapen në qiellin e hapur etj. Vetëm e imja ishte dikur, po me të tjerë ka shkuar, me të tjerë. O, sa shkurtër është dashuria, sa i gjatë harrimi, sepse në një natë si kjo e pata dashur, dhe shpirti im vuan që atë e humba. Të paktën ky le të jetë trishtimi i fundit që më shkakton ajo, dhe këta vargjet e fundit që për të po shkruaj, etj. E ka shkruar prapë pasaj për Matildën, se nuk ndalonte dot për të dashurën e vet. Edhe ne kemi pas një Matild shumë të bukur. Edhe kemi. Po, vazhdojmë. Atëherë unë dola nga fryma tendencioze, e kuptova që problemi është internal, perceptimi është brenda, ëh? Nuk mund ta perceptosh botën ti me mjetet që t'japin tjerët. Mund t'i përdorësh, po konteksti jot është gjithmonë unik. Asnjë person nuk i zë dot vendi një tjetri. Çdo vend është një thesar, i mirë apo i keq është element në një strukturë që bën universin. Kështu që ajo që quante Heidegger Dasein, shenja atje, se ne jemi shenja për tjerët, se s'e di ai çka keti brenda lëkurës, nuk të njeh, Dasein, shenja është unike dhe është e pazëvendësueshme dhe është mrekullia e Zotit. Dasein. Dhe në periudhën kur unë, domethënë mbaroj kthesa, u futëm në demokraci, atëherë unë fillova të kisha një kthes shumë të thellë brenda vetes, kthes internale, që të shikoja me mjetet e dallimit të brendshëm, me mjetet e shpirtit tim, dhe nuk më interesonte kur se si të gjeja fajtorin për jashtë, as se kisha mendjen fare ke kjo. Dhe kam shkruajtur një cikël poemash që janë splendid, më të shkëlqyeshme të jetës sime, ndoshta, me një nëntitull Nga fryma jo tendencioze. Do t'ju them një poezi që është dhe titulli i librit, Delirium. Ai sa mbaj mend. I thyer, i errët, i vrerët, qëndroj, dritë lëshoj, mjaltë të rrjedh nga vrujet e mia, i thyer në pikën më të dobët, të mbeturit vetëm,
që as kujt si sjell dëm, po mua më mbaron prej dhimbjes që kulloj në mbëlsi, gjaku të shtypur në vetmi. Oh, geniale është kjo gjendje, ku ndërsa kuptoj që gjithçka kam humbur, fuqinë e madhe ndjej të qenjes sime që e kam në dorë, atë që s'mund të madhuroj, as një lavdi e kuror. Lavdi? Ç'është kjo fjalë? Nga më rriti tek unë, si ka dal? Me siguri, shpikje, ndonjë intencioni dyshimt. Kthehem, te natyra më rri, qëndroj, dua ta gjykoj, prap tërhiqem, kaq i fuqishëm dhe i dobët një herësh njeri. Pika, 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 vazhdon poema, pastaj. Përse ikni prej meje krijesa reale, jetoj një jetë sendesh gjithmonë të paqen, dhe vetëm vetveten e paskam në dorë. Oh, nuk ka lumturi si kjo, po as pikëllim si ky s'mund të ketë. Përse gjithë kjo dhimbje? Se normalisht jeta internale duhet ketë dhimbje, po kjo është një poezi e një dhimbje shumë të madhe, deliriumi. Është, dhe këtu do të shpjegojmë që jeta e njeriut ndahet në dy faza. Faza e përjetimit të atyre që i quajmë poezi, përse ikni prej meje krijesa reale, po nuk isha koshente çfarë janë krijesat reale. Krijesat reale dhe njeriu real është i tëri një marrëveshje, është një persona, dhe krijesat reale nuk mbajnë në aq thellë, sepse janë në marrëveshje. Të kesh besim në një marrëveshje, qoftë dhe dashurie, se marrëveshje është, se pse do duash një njeri më shumë se të tjerë, pse do kujdesesh për një fëmijë më shumë që i ke tëndin dhe do jesh indiferente, kjo është krijesa reale. Ne mbahemi ke kjo, që në fakt është thelbi i mëkatit, por që duke pasur të gjithë, është dhe thelbi i vlerës një herësh. Pra, unë nuk isha këshiente dhe vujtja ime është shumë e thellë, sepse jetoja krijesat reale, këto marrëveshje, jetoja sikur të ishin natyrë. Këto nuk janë natyrë. Gjithë substanca e normës njerëzore është marrëveshje. Natyrisht, kjo marrëveshje tregon një diferencë që ne kemi me natyrën, që duhet ta mbulojmë jo vetëm me liri, por dhe me përgjegjësi. Por vetëm ke Zoti nuk shket njeriu, kurse ke njeriu shket. Dhe kjo është provuar nga gjithë. Nuk ka asnjë që mund të më thotë që nuk ka shka një herë, nuk i ka shka këmba një herë në karakterin e tjetrit. Dhe unë deri në atë periudhë që kam shkruajtur librin Delirium, unë i jetoja gjithë substancat e mia sikur të ishin natyrë, Për shembull, të dhem syu, të dhem, po mund të më dhimbte nderi sikur më dhem syu, duke kujtuar që kjo është një substancë natyrale ke njeriu, sepse ashtu shkruhet në shpirt. Më vonë, nga 2017, mbas shumë studimesh, prandaj po ju them që për akademizmin ka lloj lloqesh, po ai që studion me kujdes dhe ka instruktora shumë të mirë për gjetur autorët më të mirë, ai përfiton. Dhe në 2017 kam shkruar libri i lumturisë. Të gjithë mund sulën çfarë është ky titull, sepse lumturia presupozohet si diçka mediokre. Sepse ti ke gjetë dashurinë, ke gjetë një person, ke gjetë ndoshta dhe Zotin, po prapë lumturia është ka marrë nocionin e një budallalliku. Po ke unë ishte diçka komplet tjetër. Libri i lumturisë ishte që unë kuptova që të gjitha këto aspekte, siç janë humbjet, fitoret, suksesi, e gjitha janë formale, janë substanca formale që ka krijuar njeriu për të organizuar jetën e vet sociale dhe private. Por nuk janë natyrë, nuk janë të përjetshme. Natyra vazhdon, ka sensin e vet në natyrë. Kurse sensi social her pas here përson atë rënjen, decline, me arsye ose pa arsye. Beson tek liria, që është një koncept absurd, nuk beson tek vazhdimësia. Shkatron strukturat e veta shoqërore, duke kujtuar se me fitoren do dalin në bregun e asaj që dëshiron. Por Napoleon Bonaparte do mbajt mend se me gjithë shkatrimet që bëri me pushtimet, bashkoi Francën e vjetër me Francën e re. Dhe është vetëm Franca që nuk beson revolucionin francez. Le të kthehemi prap tek poezitë e librit të lumturisë. E kuptova që unë isha mbajtur ke diçka që s'të mban, që janë marrëveshjet, që janë normat të cilat varen nga njeriu, nuk varen nga Zoti. Nuk isha mbajtur në Zot, nuk isha mbajtur në frym, nuk isha mbajtur në energjinë,
nuk isha mbajt në atë që bota pozitive dhe bota negative janë një ndarje që bëhet nga forca, jo nga një drejtësi që është e përjetshme, është vitale, është e shëndetshme. Forca e cakton, do thoni ju, je kundra kësaj. Nuk jam, ka që është fuqia, puissance dhe ne duhet vazhdojmë me këtë. Kështu që në librin e lumturisë unë kam shkruar shumë poezi për veten, por edhe për disa gjëra të ngatërrume, siç janë elementet e latencit që është vonesa, pse për shembull në Shqipëri kemi vonesë në kuptimin e lirisë individuale, pse besojmë ke shoqënia, ke familja, a janë këto njerëzore apo jo? Gjithçka është njerëzore nëse beson, e kultivon dhe e dashuron me kujdes, dhe i ndihmon grupit apo njeriu për të hesur përpara, Por po prap në kontrast me këtë, kur grupe të tjera ose kategori të tjera njerëzore nuk i kanë ato mundësi që ka grupimi jot, dhe dashuri që merr grupimi jot, krijohet një lloj relacioni i dyshimt, ambig, që ti je mirë, ai është keq, që ti ecën përpara, ai nuk ecën përpara. Dhe këtë karrem e shfrytëzoi shumë bukur Marksi duke e polarizuar shoqërinë, duke kriju klasa që në të vërtetë nuk ekzistojnë, se në kapitalizëm e nis nga zero dhe mund dalësh ke një numër me shumë zero mbrapa. Dhe kjo është një luftë internale për t'i marrë përparësinë dhe hapësirën tjetrit, por nejse, këtu ka shumë gjëra për diskutuar që janë të filozofisë, të ekonomisë dhe të politikës, po i lëmë më një anë. Por mësojeni nga ato që kam mësuar unë, si jetë, përvojë dhe vazhdimi është më i rëndësishëm dhe më i mirë se sa ndërprerja radikale. Këtë bën me ateizmin në Shqipëri. Këtë bën me revolucionin komunist. Këtë bën me luftën e klasave. Çudirat shumë ta kemi kaluar, shpresoj mos kalojmë më. Vazhdojmë. Atëherë, për shembull, një nga poezitë më të bukura që kam shkruar, më keq se kam këtu tani, po s'po hap, është Qiell Diva, që ja kushtoi vetes, sepse më kishin vënë shumë poshtë, duke më anatemuar për gjëra kot në kot, thjesht. Po pse ajo dhe jo, siç është kjo filozofia e Shqipërisë, shumë e gabuar. Nuk thot shqyqyr që është ai, që edhe unë, shqyqyr që është ajo, që edhe unë, jo, këtu është pse ai dhe jo unë, pse ajo, pse ata dhe jo ne, shumë gabim. Atëre, Qiell Diva, paka shumë, ka kohë që udhëtoj me njerëzit, unë që dikur udhëtoja vetëm me yje, pash gjelbrimin e detit sot, por pengonte të hynte në sytë e mi, pengohej nga mizorja arsye, pra trurim duke operu me operatorin komun, nuk më lente që të shoh as detin. Përse bëre këtë, i thash vetes, përse humbe shpirtin hynor për dashuri njeriu? Kjo mizerje thjesht pa bërë asgjë të griu. Ti që dikur kryeje sinapse në aortën e qiellit, me filigrane që ndisje aortën e qiellit, aortën frymore, nuk u ngope me njerëz dhe me orendi, pastaj vazhdojnë fund. Ec përpara, mos kthe krye, diva ime qiellore, me pamje rastësisht toksore. Kështu që zhvillimi i perceptimit është zhvillimi i njeriut. Dhe kur njeriu e kupton që në dorë të njerëzve jemi në marrëveshje që janë aspekte tërësisht formale, atëherë njeriu zhvillohet shumë. Atëherë e kupton që kur tjetri don të largohet, ka don hapësirën e vet. Kur ti don të largohesh, do hapësirën tënde. Kur ti do të afrohesh, do të ndash hapësirat. Këto janë gjitha elemente besimi, elemente formale, nuk janë natyrë. Për shembull, dhe një tradhti bashkëshortore duhet perceptuar ndryshe. Në natyrë, seksi si me gruan tënde, si me një grua tjetër, njësoj është. Por në marrëdhëniet e besimit, që janë pikërisht to marrëdhënie pra formale, merr domethënie sikur me qenë natyrë, tradhtia, por nuk është natyrë. Prandaj, duke qenë tolerant në perceptim, jemi edhe më të butë. Sa më e butë është shoqëria dhe njeriu, aq më gjëra të bukura kemi në lojë midis për të jetuar dhe aq më shije ka jeta. Ka një shije të jashtëzakonshme. Pra perceptimi është gjithçka. Mund ta lejosh veten të vuash,
për module që i ke perceptu si natyrë nga të tjerët, po mund t'i thush vetes unë do ta ndaloj këtë lloj mendimi. Unë do përdor një operator tjetër. Do përpiqem ta shijoj veten duke bërë një ecje, duke pi një kafe, duke u larë, duke vënë një buskuq ndryshe sot. Duke shku dhe këtë tregu për të blerë qoftë një second hand nëse s'ke shumë lek. Duke pra krijoj vetes atmosferën dhe gjej një çarje sado të vogël në komunitet, në shoqëri për të bërë një prezantim, që mund të jetë i jashtëzakonshëm, mund të jetë vetëm i yti. Për shembull, unë në një periudhë kohe vdisja për emrat e buskuqve. Mund të kisha bërë një listë me 1000 emra buskuqesh. Ishte gjëja më poetike në botë. Ishte gjëja më poetike. Njoh njërin për shembull që merret vetëm me kodimet e parfumeve. Do thush ti këto janë gjëra, po nuk është vetëm ekzistenca për njeriu primare, sepse kjo tregon që njeriu nëse do jetë gjithmonë ke kjo pikë, është një gjendje shumë shtazore. Edhe ndodh, ne vetë kalojmë ekzistencë për ditë, un kam shumë. Nezish bllokova krahun duke lar muret që kishte ndotur ky që jeton, se është pa qef. Por ja tashti gjeta një moment për të qenë në shpirtin im, për të qenë edhe aty në ekzistencë. Un jam, po jam në një nivel tjetër, sepse njeriu ka shumë nivele. Qa do isha t'ju thoja, base fola e shumë gjatë, nuk e di qa thuet këtu se kam ide, edhe nuk e njoh dhe mirë. Të du, ua sa të mirë që jeni. Shiko, nuk jam dhe mirë nga paraqitja, s'kam bërë asnjë investim goj, lodhur e tjerë, duam bëjmë një këngë tashi me Bujakën, kemi hedhur zorat e parë, na kanë kërkuar sport me lek. Bashkë me videoklipi, nuk e di nga do ja dalin. Prandaj ma boni Allah që punoj dhe për reklam për gjëra vllai, se kam shumë që efteci në art. Artistin Shqipëri e ka shumë të vështirë. Jo sepse është vendi, po jemi dhe pak. Se për shembull, ky më thot mua, mos ato, ti nuk e di se çfarë fuqie ke, pse? O zotri, po nuk jam Poloni. 40 milion Polonia, nga i klikim 40 milion klikime që u bë. U mbështesi. Këtu i milioni gjys janë, çe duke foli them. Kështu që kuptojnë artistin që për hatër të artit do bëj shumë gjëra. Ana tjetër që duhet ju them, sa më i but shpirti, aq më e mrekullueshme shoqëria. Një tiran mundet shumë më tepër nga butësia e shpirtit se sa nga reagimi i egër. Sepse në fund fare të ditës dhe të natës mbani mend, ai është kuintesenca e rrethanave tona. Tani nuk do zgjate më tutje, mbase do ju them miru pafshim, edhe do hap në temë tjetër ndonjë ditë. Kjo ishte prova e parë që bëra, duke u përpjekur të hap një temë mbi perceptimin. Më besoni që gjithë jeta është ndryshim perceptimi. Për shembull, ka i libri Delirium, kam një poezi shumë të bukur për shqisën. Se si truri që punon me këto module i shkatron shqisa, qa është? Prekja, perceptimi, puthja, përqafimi, fërkimi, lëkurës me lëkurën, do ta them këtë shqisën dhe me këtë do ta mbyll. Shqis o viktima ime e parë. Pra, truri gjën e parë që viktimizon është veten e vet trupin, shqisën. Shqis o viktima ime e parë. Prap u hape, prap po thith, e pastruar rikthehesh në jetë. Truri si një djallë të përdor i yshtur për krim të pakapshëm nga ligji. Shqis o viktima ime e shenjtë. Kështu dhe sonte, o Zot, sa e bukur je kur e kthjellët je. Tërheq, thith, por nuk përmbushesh. Dhe ty e dashur të duhet prap të japësh. Por sonte, as për t'i dhënë dikujt kush s'po të pret. Dhe ty e dashur, duhet të mbetesh me veten. E truri si një djallë magjik tani po qan. E sa gjunaf që është kur qan një djallë. Vërtet është gjunaf kur qan truri, sepse i shkreti tru ashtu e mendon. Pra duhet ndryshuar mendimi. Nga mendimet dalim vetëm me mendime ndryshe. Nga kultura, thot Luhmann, shpëtojmë vetëm me kulturë, duke marrë kulturë që i përshtatet kohës. Sigurisht jetojmë në mit, por
Edhe miti ka thyrjen, breakdownin e vet, pak nga pak, hajt, e përcjellim, e përcjellim dhe çlirojmë shpirtin nga shpirti i rënd, nga graviteti. Kemi shpirtin qellor, kemi dhe shpirtin social dhe normativ. Duhet gjejmë balans midis këtyre dy qiejve. Qellori është i përjetshëm dhe ai që transformohet është sociali. La vie internal, jeta internale, jeta e brendshme është shumë e rëndësishme. Pastrojeni veten nga ngarkesat, mos ja lejoni vetes dyshimet, mos ja lejoni vetes nervozimet. Përpiquni të largoheni, përpiquni të jeni të butë, T'jeni të butë. Më kujtohet një personazh shumë interesant këtej nga Imara, që më tha, "Moj zonjë, tha, ti qënke e mëndafshit." "Po jam," i thash, "unë kam të drejtë që t'je." Po unë tha, "S'jam i mëndafshit." Sigurisht ai ishte i shkëmbit, i malit e këto, dhe ka rëndësinë e vet, se evoluim në gjithçka. Po le të përpiqemi pak ta mbështjellim but këtë shpirt, si fshikëzën para se të hap krahët e të fluturoj. Nuk di çfarë t'ju them tjetër, më mungoni shumë. Unë kur dola nga ferma thash, unë t'i kthehem më fermës. Mora Instagramin, fillova duke pa veten, ngela duke pa deri në 2 natës. O zoti i madh, thash ngela tu pa veten, lash nam. Kuptova që të gjithë njerëzit me cilët kisha punuar atje ishin shumë të rëndësishëm për mua, dhe të dashur, edhe kuptova që asgjë nuk mund të ndërpritet kështu kursi me një tron lapsi, Dhe tani po shpunoj me Bujakën, ai është që më ka zgjat dorën dhe faleminderit shumë, sepse në parimin tim, mbas shumë e shumë përvojash, është kjo, punoni, jetoni, vazhdoni me atë që ju shtrin dorën. Elementi imagjinativ, projeksioni që do doni të kishit kur nuk afrohet, vetëm ju pengon, nuk keni çfarë bëni me të. Punoni me njerëzit që u shtrin dorën, lidhuni me njerëzit që u shtrin dorën, ecni përpara me njerëzit që u shtrin dorën e ju ndihmojnë. Ju përqafoj, mirupafshim, u kënaqa shumë me ju. Si ta mbyllun këtë tash? Si tha ajo? Prit. Dalë.